Betejë mes mendjes, mes arsyes edhe epshit. Nga se këto dyja janë pjesë përbërëse njeriut. Nuk mund të përjashtohet asnjëna. Nuk mund të përjashtohet. As nuk mund të eliminohet, nga se dyjat janë pjesë e qenies njeriut. Dhe dyjat janë me funksion të caktuar. Dyjat janë me funksion të caktuar. Por kam beteja. Kush e nxit betejën? Kjo është mësimi i ditë. Kush e nxit betejën? Epshi e nxit betejën. Pse e nxit betejën? Nga se e kërkon territorin e mendjes. Çaq sa ka kërkesa epshi, çaq ka edhe beteja. Se çdo kërkesë që nuk ja apron mendja, tenton me marrë me betejë epshi apo. Po i kisha përmbledhur dy kryesore të ndonjëherë. I kisha përmbledhur dy. Dy janë, me thonë fushbetejat kryesore ku epshi edhe mendja zhvillojnë betejën. Dy. Cilat janë ato? E para është që mendja të aprovon, të pranon atë që e ka të këndshme epshi, por e ka të dëmshme zemra. E ka të këndshme epshi, por e ka të dëmshme njeri. Dhe e dyta, ato që e ka të këndshme edhe zemra, por ju në sasin që e kërkon epshi. Epshi është ta që nxit betejën. Do më thonë, epshi është i gatshëm në çdo rast me nxit betejë për me përmbush kërkesën e ata. Ku është fatkeqësia? Fatkeqësia nuk ndodh te ana e epshit, pse epshi natyrshëm kërkon. Por fatkeqësia qëndron te njeriu bardhë kësaj mendje, kësaj arsye, kësaj logjike, i cili tenton që në vend të inkuadrimit betejë të kërkon kompromis me epshin atë. Bën paqe. Dhe shkon që zbohet paqja atë. Apo nuk bëhet me të. Prandaj nëse nuk jetojmë në frymën e betejës vazhdimisht, nëse nuk sillemi si luftar, nëse nuk sillemi si të rrezikuar, domethënë prekemi nga gafleti. Kur prekemi nga gafleti, kjo është momenti më i dur i epshit për të goditur. Do mendja ose arsyeja, apo duhet të ashtë të arsyeshme veprimin anti-epsharak. Jo e kundërta. Nëse mendja vepron në bazë të arsyeshmërisë. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimahullahu ka përmend se esenca e çdo problemi që ka të bëjë me mëkatin që bie njëri në to, ndërlidhet ose me dobësinë në fushën e dijes, ose në dobësinë në fushën e vullnetit dhe ambicës. Ose nuk din, ose nuk ka fuqi me punu me dijen që e ka. E pjesa e dijes ka të bëjë me mendjen. Nëse mendja duhet me u suportu me diturit mjaftueshme që e fuqizon qëndrimin e saj kundër epshit. Kërkimi i shpërblimit. Njëri në esencë, lëviz për interes. Është pamundshme pa interes. Cili është interesi që realisht e dominon lëvizjen tonë? Interesi që e dominon lëvizjen tonë. Bëni ju këshilloj që ta përcini veten në javëdit. Cili është interesi që ju lëviz? Dominant gjatë ditës. Ai që duhet me dominu lëvizjen tonë veç kënaqësia Allah xhelalu ala. Sevapi. Unë e lëvizje për është problem. S'ka të kallosh problem, s'lëvizje. Çka zemra është? Zemra cila nuk e lëviz shpërblimi, por e lëviz diçka tjetër. Ose, nuk e ka fare në vëmendje shpërblimin, nëse e ka plu gafleti, e tash nefsi kërkon shpërblimin e vet, se domon zemra s'ka kërkesa të shpërblimit, ja me kuptu që e ka dominu dunjaja, Allah na ruaj.